Ku jeni shok, mirë se erdhët në kanalin tim. Kjo do të jetë video e parë që do bëj për kanalin tim të ri në YouTube Gaming dhe sot do të luaj Counter Strike 1.6, do të bëj episodin e parë. Pra do të luaj tek zona Full Day, unë vetëm kundër dy botave në vështirësinë hard. Shijojeni. Fillon pra loja. Pra për njëmërë që loja do të bëjë në 25 raunda, kështu që shijojeni. Ky është e parë, bërra vrasin e parë, pra gjithashtu dhe fitova raundin e parë, jemi 1-0 në avantazhin e policëve pra. Kemi dhe 24 raunde të tjera lojë, kështu që shijojeni. Vrasja e parë u krye. Gjithashtu dhe vrasja e dy, deri tani jemi 2-0. Dhe pas e bëm vrasin e parë në një herë në ranë pra jemi 2-1. Dhe në fitimi shpejt I raundit tu jemi 3-1. Loja vazhdon pra radhës dhe rezultati ka kaluar në 4-1. Vrasja e radhës dhe rezultati ka kaluar në 5-1. Në avantazhin tim, sigurisht. 5-1. Shoki I parë, I thjesht. Dhe shoki I dytë më një hershëm. Kemi kaluar në 6-1. Loja vazhdon. Headshot I parë. Tani rezultati ka kaluar në 7-1, siç e shikoni. Dhe ky round është fituar shpejt nga terroristët dhe rezultati ka kaluar në 7-2. Dy vrasjet më një hershëm me shotgun dhe rezultati ka kaluar në 8-2. Të më një hershëm dhe raundi fitohet. Shumë vrasje bukura, jemi 9-2. Por si që thash, gjithsej do të 25 raunde. Headshot I parë dhe headshot I dytë. Dhe është fituar dhe ky raund. Shojmë pra. Fillim një granat. Jemi vrarë nga prapa me një shotgun. Vrasja e parë është bërë me pistolet. Kemi pësuar një headshot tjetër nga shotguni përsëri.
si në raundën e kaluar, por gjithsesi jemi në avantazh. 10-4. Dhe dy vrasje të shpejta dhe rezultati ka kaluar në 11-4, siç e shikoni. Shoti I parë shumë I shpejt, përparoj me shpejtësi. Ku vjen dhe vrasja e dytë me një hershme. Shohim që armiku kishte një sniper, por nuk pati kohë ta përdorte. Më tregova shumë I shpejt. Shoti I parë, shumë I mirë. Kemi pësuar një headshot tjetër nga po njëti person me tot njëti në armë pra, si para 2 raundeve ose 3, për gjithsesi, si që dini që ndronë për sëri në avantazh. Shoti I parë, dhe shoti I dytë I një hershme. Loja vazhdon pra. Dhe shpejt dhe I dyti. Dhe kemi kaluar në 14-5 dhe 11 raunde në ndar nga fitoria. I dhe granata. Kemi vrarë kundërshtarin dhe se me vështirësi sepse në ka lënë me 10 pikë jetë ta, në ka plagosur rënd. Gjithsesi, kërkojmë për dytin. Dhe vrasë me shpejtësi. Tani ka kaluar në 15-5. Një headshot shumë I bukur nga muri. Dhe headshoti tjetër I radhës. Loja vazhdon. Jemi 16-5. Dhe vrasjet e me një hershme, rezultati ka kaluar në 17-5. Granata e parë. Dhe vrasja e dytë në shotgun. Vrasja e dytë, një headshot shumë I bukur. Dhe jemi 19-5. Dy headshotat me një hershëm, dhe fitohet dhe ky round shumë shpejt. Njëzet me 5. Headshoti I parë. Kemi kaluar në 21-5 dhe 4 raunde të ndëruar miq. Vetëm 3 raunde.
Vrasja e parë kryen ose pa. Vrasja e dytë, mag 10. Dhe ky është raundi i fundit të nderuar miq. Mos harroni të bëni like, share, subscribe dhe të shkruani në komentet më poshtë mendimet tuaja për video të radhës. Gratulueshëm dhe dëshëm gjithë. Ja pra, në një mënyrë epike mbaron dhe kjo video. Faleminderit gjithëve për shikimin dhe bashkë më pafshim në videon e ardhshme.